Alergjit shpesh janë të trashëguara dhe merren nga një prind, nga dy prindër, po mund të kenë alergjinë latente. Për shembull, prindërit mos kanë pasur simptoma të alergjisë apo reaksione alergjike, po të kenë pasur gjyshërit. Për këtë arsye në anamnezë ose gjatë pyetjes ose bashkëbisedimit, sikur unë e tash, me pacientin e shohim pak a shumë se ku ka mundur me ardhur ky reaksion alergjik dhe na ndihmon shumë në diagnostifikimin e saktë. Kemi pacientë që thonë, po, unë e mbaj mend gjyshën time kanë qenë me pomp, vazhdimisht ka qenë me pomp për shkak që nuk ka mund me marr frymë mirë. Prindërit e me thotë nuk ka pas kur gjë. Për këtë arsye na kemi një farë me anamnezën pozitive që gjyshja potencialisht pas ka pasur astmë. Tash a ka qenë astmë alergjike, a ka qenë astmë bronkiale, është pak problem e di kur flasim për një person që ndoshta nuk është tashmë në jetë, po na jep një drejtim të mirë, një çështje të mirë drejt potencialit të diagnozës. Tash nëse edhe nipja apo mbesa kanë reaksione të ngjashme, shtrëngime në frymarrje, mos ngopje të mirë me frymë, mos mundësinë ose pamundësinë e kryerjes së aktiviteteve minimale. Gjithë ato na bëjmë dyshu që potencialisht edhe ky person mund të pasë reaksione të njëjta sikur para rastit të tij.